Nëse djersiteni sa herë që flini, trupi po ju tregon se vuani nga këto 6 probleme. Djersitja gjatë natës është diçka me të cilën mund të përballeni të gjithë, sidomos kur temperaturat janë vërtet të larta. Por kur temperaturat e dhomës janë normale dhe vazhdoni të djersiteni, atëherë duhet të shqetësoheni dhe duhet të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë, pasi ky mund të jetë çelësi edhe për probleme shëndetësore. Sipas Shërbimit Shëndetësor Kombëtar, NHS, në Mbretërinë e Bashkuar, arsyeja më e zakonshme të djersitjes gjatë natës është simptoma e menopauzës. Ndryshimet hormonale gjatë menopauzës mund të shkaktojnë grave djersitje të mëdha gjatë natës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Por është e trajtueshme ndaj rekomandohet të konsultoheni me mjekun tuaj për të përzgjedhur edhe mënyrën e duhur. Një tjetër arsye pse ju shpesh djersiteni gjatë natës është se mund të vuani nga niveli i lartë i ankthit. Ky mund të jetë një shkak vërtet i zakonshëm që mund të shkaktojë djersitje të forta gjatë natës. Nëse jeni një person që vuani nga ankthi dhe jeni shpesh të stresuar, konsultohuni me ekspertin për të përzgjedhur mënyrën e duhur të trajtimit të këtij shqetësimi. Stresi dhe ankthi mund t'i shkaktojnë në trupin tuaj djersitje gjatë natës. Mayo Clinic thotë se simptomat e tjera të ankthit do të përfshijnë edhe nervozizmin, tensionin me probleme të gjumit dhe çrregullime të tij. Nëse vuani shpesh nga djersitjet e natës, bëni këtë trajtim. Ilaçet mund të jenë një arsye tjetër pse ju djersiteni gjatë natës. Ilaçet të cilat i merrni kundër depresionit, steroidet, qetësuesit, janë më të zakonshme dhe mund të shkaktojnë më shumë djersitje. Nëse keni filluar të djersiteni që nga marrja e ilaçeve të caktuara, duhet të flisni patjetër me mjekun tuaj, në mënyrë që të përzgjidhni ato më të përshtatshme dhe të mos shkaktojnë efekte anësore, siç është për shembull edhe djersitja e tepërt gjatë natës. Nëse vëreni se keni djersitje të tilla, duhet të konsultoheni me mjekun për një trajtim më të specializuar. Sheqeri i ulët në gjak mund të jetë një tjetër arsye pse po djersiteni kaq shumë. Njerëzit me sheqer të ulët në gjak, siç është hipoglikemia, mund të përjetojnë djersitje të forta gjatë natës. Kjo përfshin edhe njerëzit që marrin ilaçe për diabetin, siç është edhe insulina. Kjo gjendje në dukje e padëmshme mund të jetë shkaku kryesor i djersitjeve të forta. Hiperhidroza ose djersitja e tepërt mund të jetë një arsye e cila mund t'ju bëjë të djersiteni më shumë gjatë natës. Kjo gjendje e padëmshme ju bën të djersiteni shumë më tepër se sa një person mesatar. Gjatë gjithë kohës mund të jeni të djersitur dhe është mënyra më e mirë që mund të bëni parandalimin e saj duke u konsultuar me mjekun specialist. Sëmundjet të caktuara mund të jenë arsye pse djersiteni gjatë natës. Djersitja e tepërt gjatë natës mund të jetë shenjë gjithashtu se sistemi juaj imunitar po lufton me infeksione dhe probleme të ndryshme. Disa njerëz kanë raportuar këtë ndërsa përballen edhe me probleme të mundshme dhe sëmundje të shëndetit të tyre. Për të njëjtën arsye mund të shfaqen edhe infeksione gjatë vaksinimit, prandaj bëni edhe konsultat e duhura me specialistin për të evituar djersitjen e rëndë që mund të përjetoni. Problemet e radikaleve të lira mund të jenë një tjetër arsye. Djersitja gjatë natës mund të jetë gjithashtu shenjë paralajmëruese e shumë problemeve dhe llojeve të ndryshme të komplikacioneve, veçanërisht limfoma, e cila mund të jetë një gjendje e rrallë, por mund të jetë gjithashtu një ndikues i drejtpërdrejtë i temperaturës suaj të trupit. Nëse po e përjetoni këtë për një kohë të gjatë, atëherë flisni me mjekun tuaj specialist për të bërë edhe një analizë më të gjerë të shëndetit tuaj, për të evituar kështu komplikacionet që shkaktojnë edhe djersitje më të mëdha të trupit. Është e rëndësishme që të mos neglizhoni shëndetin tuaj, pasi neglizhenca, siç dihet, mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në krijimin e komplikacioneve më të rënda. Përvoja e djersitjes gjatë natës është e njohur për shumicën e femrave, sidomos ato femra të cilat i afrohen më shumë periudhës së menopauzës. Por çfarë janë djersitjet e natës? Termi djersitje nate i referohet të rritjes së papritur të temperaturës së trupit gjatë gjumit.
Shpesh shoqërohet me djersitje të forta në fytyrë dhe pjesën e sipërme të trupit. Këto djersitje mund të zgjasin nga disa orë deri në disa minuta dhe zakonisht pasohen edhe me ndjesi të ftohtit, temperaturë dhe më pas mund të kthehen ato normale. Djersitja e natës mund të shkaktohet nga shumë faktorë të ndryshëm, duke përfshirë ndryshimet hormonale. Djersitja e gjumit gjithashtu mund të jetë për shkak të ndryshimeve tuaja hormonale, për tranzicionin në menopauzë, pasi ndryshimet hormonale në rastin tuaj mund të jenë një arsye pse po përjetoni djersitje të shpeshta. Nëse jeni një femër e cila jeni përpara periudhës së menopauzës dhe filloni djersiteni, kjo mund të jetë për shkak të saj. Është e rëndësishme të mos neglizhohet shëndeti juaj dhe të paraqiteni te eksperti për të marrë edhe një trajtim më të specializuar. Mjekimet të ndryshme mund të jenë gjithashtu arsye pse po djersiteni më shumë gjatë kësaj periudhe. Disa medikamente të tilla si antidepresantët dhe neuropeptikët mund të shkaktojnë djersitje të forta gjatë natës, si një efekt anësor i tyre. Është e rëndësishme të mos neglizhohen shenjat e shëndetit tuaj, të paraqiteni tek mjeku për një trajtim më të specializuar dhe gjithashtu të mbani më lehtë nën kontroll situatën tuaj. Faktorët psikologjik mund të jenë një tjetër arsye e rëndë që mund të shkaktojnë këto djersitje. Siç dihet, ankthi dhe stresi janë faktorë psikologjik të cilët mund të ndikojnë në temperaturën e trupit tuaj. Është e rëndësishme që, nëse përjetoni ankth nivele të larta të stresit, të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar këtë ndjenjë faji, e cila mund t'ju bëjë edhe të djersiteni më shpesh. Edhe ndryshimet tuaja të orëve të gjumit mund të jenë një arsye kryesore pse po përjetoni këto djersitje të forta. Ndryshimet e papritura të zakoneve të gjumit mund të ndikojnë në shfaqjen e djersitjeve kryesisht gjatë periudhës së natës. Por për të menaxhuar djersitjen e tepërt të trupit, që nuk vjen nga faktorët shëndetësor, por vjen edhe nga ambienti juaj si fillim, duhet të reduktoni temperaturën e dhomës dhe ta përshtasni atë sipas nevojës suaj. Sigurohuni që dhoma juaj të ketë temperaturën ideale për të fjetur dhe kufizoni numrin e organëve në shtrat dhe rregulloni shtresat e lehta dhe të përshtatshme sipas nevojës së trupit tuaj. Kjo gjë do ju ndihmojë në lehtësimin e rregullimit të temperaturës së trupit. Shmangni alkoolin dhe ushqimet e tepërta pikante, pasi mund të jenë një zgjedhje e keqe për shëndetin tuaj. Shmangni pirjen e alkoolit përpara se të shkoni për të fjetur. Ushqimet pikante gjithashtu mund të jenë një arsye pse mund të ndikojnë në termorregullimin e temperaturës suaj të trupit. Kjo mund të jetë një arsye më e madhe e shëndetit tuaj. Teknikat e relaksimit gjithashtu mund të jenë ndikues të drejtë edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, duke ju siguruar të keni një gjumë më të rehatshëm dhe pa probleme të djersitjes gjatë natës. Aplikoni teknika të tilla si yoga ose ushtrime të ndryshme të frymëmarrjes. Sidomos përpara gjumit, këto gjëra do të reduktojnë ndjenjën e ankthit dhe të stresit, të cilët mund të jenë një faktor ndikues i drejtë i gjendjes suaj, që mund të nxisin gjithashtu komplikacione dhe të shfaqin më shumë temperaturë të trupit. Nëse djersiteni natën dhe djerset janë të shpeshta dhe ju shkaktojnë shqetësime nga më të ndryshmet, është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj specialist për të bërë ai një vlerësim të duhur të çështjes suaj. Mos e neglizhoni shenjën që trupi juaj është duke shfaqur, sidomos djerset e ftohta, të cilat janë pa arsye edhe kur jeni në moment të relaksi. Është mënyra më e mirë për t'i rënë nga mbrapa shëndetit tuaj. Konsulta me mjekun, specialisti i duhur do t'jap edhe zgjedhjen përfundimtare të këtyre shqetësimeve. Mos i neglizhoni, pasi mund t'ju kushtojnë edhe jetën tuaj. Sigurohuni që të bëni konsultat e duhura, analizat që mjeku kërkon dhe kështu do ta keni më të lehtë t'i jepni fund këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme që të mbani edhe temperaturën e dhomës tuaj konstante. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.